sa mirë që gëzojmë lirinë në Shqipërinë tonë. Imagjino sikur të ishim ala në diktaturë. Imagjino sikur rrugët ishin mbushur plot me spiona, jo me palto gri, por koleg, fëqinj, miq, gati për shit familjen, biznesin, emrin tanë, vetëm për një miratim nga shoku kryetar. Imagjino sikur një parti të fitonte zgjedhjet me votat e manipuluara dhe opozita të ekzistonte vetëm që të thuaj që ka opozitë. Imagjino sikur demokracia të ishte thjesht një skenografi, ku zgjedhjet nuk ndryshojnë sistemin, por vetëm aktorët. Imagjino sikur të shikoje të njëjtat fytyra nëpër televizione për 30 vite, por të ricikluara, të lyera në mediat e kapura që quhen të pavarura. Imagjino sikur të ushtroje drejtën tane për të protestuar dhe të haje dru, të arrestoheshe dhe pastaj të linçoheshe publikisht si keqbërës. Imagjino sikur të thonin, je problem, ti po prish rendin, po dëmton imazhin e vendit ton, vetëm e vetëm se kishe guximin të flisje. Imagjino që gjithë pasuria e vendit të sillej gjithmonë tek e njëjta dorë dhe qytetarit të thjesht t'i shitej si bamirësi ajo që i ishte marrë më përpara. Imagjino sikur taksa të merrej me dhunë nga kafshata jote e përditshme dhe ti të mos kishe ku të drejtoheshe, sepse ata që duhet të mronin janë pjesë të njëjtit sistem që ty po të shtrydh. Imagjino sikur universitetet dhe vendet e mira të punës të ishin të paracaktuara për njerëzit e klasës lartë, ndërsa ata që mësojnë më shumë, që punojnë më fort, të mbeten pa nota, pa mundësi dhe pa zë. Imagjino sikur meritokracia të ishte një shaka e keqe që i tregohet naiveve. Imagjino sikur klasa intelektuale të përzehej nga vendi, jo me urdhër, por me tallje, varfëri dhe lodhje, për t'i hap rrugë ignorancës dhe një masë të madhe të bindur dhe lehtësisht të kontrollueshëm. Imagjino sikur njerëzit me mendim kritik të largoheshin dhe servilizmi të shpërblehej. Imagjino sikur ligji të ishte shkop për të dobtit dhe jastëk për të fortit. Imagjino sikur të kundërshtoje sistemin dhe dyert të mbylleshin një e nga një, të përjashtoheshe nga puna, të mos hapnin me telefonin, të mos merren me ftesa, të zhdukeshe ngadalë nga jeta publike. Imagjino sikur të përfundoje në një internim modern, pa shtëpi, pa familje, pa para, pa favore, pa të ardhme. Imagjino të kishe liri fjale, por ta përdorje vetëm në kuzhinë, me zot ulët. Imagjino sikur frika të mos vinte nga shteti, por nga shoqëria që thot mos fol, mos u duk dhe mos u përzije. Imagjino sikur rinia të mos pyeste më çfarë mund të ndërtoj këtu, por vetëm si të iki sa më shpejt. Imagjino sikur që të gjithë ta dinin se diçka është thellësisht gabim, por askush të mos kishte guximin ta thoshte me zë. Por fatmirësisht ne nuk jetojmë në diktaturë, jetojmë në një sistem më të sofistikuar, ku nuk ka nevojë të shtypin, se mëson vetë të heshtësh, të përkulesh dhe ta quash të liri.